Fjalët janë të rëndësishme. Kompania Celulare Plus ka zgjedhur të bëjë fushatën e saj promocionale në një mënyrë të veçantë. Në 4 pika të ndryshme të kryeqytetit janë vendosur disa fjalë me ngjyrën karakteristike të kësaj kompanie, të cilat veç dimensioneve të tyre përfaqësojnë edhe vlera të mëdha. Fjalët që tashmë janë bërë të mëdha dhe vendosur në të gjithë qytetin janë dashuri, progres, mbështetje dhe krenari, sepse në fakt këto janë 4 vlera të cilat e lidhin Plusin pasgjithshmërisht me shqiptarët dhe me audiencën që kemi. Në fakt, neve si Plus kemi përzgjedhur ato gjëra që në dukje janë të vogla, por që përpeshën për emocionin dhe për atë që ka mbartin për ne si komp janë absolutisht të mëdha. Dhe ndaj dhe këto janë bërë në përmasa të mëdha edhe në fushatën e re në televizion. Sipas përfaqësuesve të Plus, ideja për këtë ka ardhur nga dëshira për të qenë gjithnjë më pranë klientëve të saj me shërbimet më të mira. Fjalët sigurisht janë një ndër elementet kryesor që njerëzit përdorin në komunikimin e tyre të përditshëm. Dhe Plus Communication është një operator celular që mbështetet pikërisht mbi nevojën bazike që njerëzit kanë për të komunikuar me njëri tjetrin. Është edhe kjo arsye kryesore pse në reklamën dhe në fushatën më të fundit të Plus Communication, fjalët zmadhohen dhe marrin përmasa gati hiperbolike, pikërisht për të evidentuar ato që na lidh me konsumatorin, që është përmbushja e kësaj nevoje që njerëzit kanë për komunikim.